I kan ikke med å få det som er sånn. Organizuar nga Komisioni për Reformën Administrative Territoriale. Kënaqësi që shikojmë në sallë të mbushur plot. Në fakt interesi ka qenë i tillë edhe në 4 takimet e tjera. Ky takim do të organizohet e dytë me shërbimet, funksionet dhe kompetencat e bashkive. Bashkimit Evropian në gjithë këtë pikë për reformën territoriale, sa rëndësishme janë këto diskutime që bëhen në zonat? Janë nga më të rëndësishme që janë zhvilluar ndonjëherë për reformën territoriale. Në këto 3 dekada, këto janë takimet e para që vinë ku grupet Komisioni Përbashkët, bashkë me politikanët dhe ekspertët, bashkë me deputetët e 2 palëve, vinë të dëgjojnë qytetarët, të dëgjojnë se si e duan ato strukturën territoriale, se si duan ato strukturën qeverisë. Ndaj kanë një rëndësi jashtëzakonisht veçantë, por çfarë është më rëndësishmja, është ajo që kam teksuar, duhet të folim neve pak dhe të dëgjojmë shumë qytetarët. Atyre ju them, ato e dinë më mirë se ku e duan territorin, ku e duan pushtetin, çfarë shërbimesh nuk kanë marrë, çfarë shërbimesh duhet marrin dhe si duhet përfaqësohen. Mendoni se gjithë ky debat i hapur publik do të gjenerojë variante përfundimtare që janë pëlqyeshme nga politikanët, për shembull deri tani 2 variante kanë parë që kanë qenë më të fikuarit ose tasin. Shiko, duhet të jem krejt i sinqert me juve dhe teleshikuesit tuaj. Debate ka, diskutime ka, përplasje ka, palët janë relativisht të ndara në opsione të ndryshme, po deri këtu gjërat janë normale. Ajo që unë do shpresoja shumë është që të kishim një pikë të përbashkët që në fund të këtyre dëgjesave për qarqe, në fund të dëgjesave bashkë me grupet e interesit në kuvend, ne të uleshim gjithë bashkë dhe të ndërtonim një set kritere se kush do t'jenë bashkitë e reja nesër, si do t'jetë konfigurimi i pushtetit vendor i nivelit parë dhe i nivelit dytë, kush do t'jenë shërbimet, mjetet financiare që duhet të marrë njësitë e qeverisjes vendore nesër, me qëllim që të shmangim problemet që ka pasur kjo reformë e 2015. Këto variante dhe modele që vinë, janë të provuara, kanë një variant që mund të quajmë variant suksesshëm në rajon? Pyetje shumë e mirë në fakt. Nuk është se ka një model që po themi është modeli mirë italian apo kroat apo suedez apo danez apo gjerman. Secili vend, secili shtet e ndërton strukturën e pushtetit vendor në përputhje me historinë, me traditën, me identitetin, me kulturën administrative, me atë kulturë që qytetarët kanë dëshirë të vetë organizohen në atë sistem që e ndajnë shërbimin, paguajnë taksat, në atë sistem që duan të zgjedhin qytetarin sa më afër që t'ju shërbej atyre. Pa nuk Evropa nuk ka një model. Por ekspertët kanë përgjegjësi të dyfisht krahasuar me politikanët. Cila do të ishte përgjegjësia e ekspertëve shqiptar pikërisht në këtë moment reformës për të informuar publikun? Paktën po flas tashmë se ju e bët pyetje në shumës, unë po flas në njërjes. Përgjegjësia ime si ekspert që e kam ndjekur historisht këtë çështje është që të bëj propozimet që vërtet i shërbejnë qytetarëve, të bëjnë ato propozime për të cilën mendja im, syri im, veshi im dëgjon nga dëgjesat këtu në 12 qarqet e Shqipërisë apo nga takimet apo dëgjesat që do bëjnë në kuvend. Asgjë personale, asnjë interes personal, asnjë qasje politike. Deri tani cili ka qenë dominimi i gjithë dëgjesave që kemi? Shiko, ka pas shumë sërish një pyetje e mrekullueshme. Kjo është dëgjesa e 5. Në të gjithë dëgjesat, ajo që zëri që kanë ngritë qytetarët prevalon në pjesën më të madhe në fakti që reforma nuk ka arritur objektivat e tyre. Tregon që reforma nuk solli përfaqësimin e tyre në atë nivel që pritesh. Tregon që reforma nuk përmirësoi shërbimet aq sa duhen. Pushteti, bashkitë e mëdha nuk
u gjëndën, edhe pse u fuqizuan me mjete financiare dhe me burime njerëzore, ato nuk u gjëndën pranë komuniteteve apo zonave rurale kryesisht që kanë qenë më të disfavorizuar, kërkojnë më shumë mjete financiare, kërkojnë më shumë shërbime. Sigurisht ka dhe zëra që kërkojnë më shumë bashki, ka dhe zëra që kërkojnë të zmadhojnë këto bashki, por ajo që është më rëndësishme është që janë të pakënaqur me modelin që kemi aktualisht dhe me shërbimet që marrin qoftë në sasi, qoftë në cilësi. E konsiderojnë një iniciativë të vonuar? Shiko, në fakt kemi 10 vjet pas kësaj reforme territoriale. Nuk mund të bënte edhe më shpejt për hir të së vërtetës, pati një iniciativë para 2 vitesh, por 10 vite është dhe kohë mjaftueshme për të parë nëse është adjustuar mirë, nëse ka dhënë rezultate apo nuk ka dhënë. Zgjedhjet lokale të ardhshme të jenë me reformën e re? Shpresoj shumë në një konsensus politik. Faleminderit juve.